Petulla që nuk tërheqin fare vaj edhe si përgatitun. Tani në fillim do hedhim 1 kile me miell, edhe pastaja do vazhdojmë me maja, do 2 lugë të vogla me maja, se janë petulla që duhet të vi brumi. Do t'i hedhim 2 lugë të vogla me kripë, 2 lugë të vogla me sheqerë. Qumësh tani do 3 me 4 gota, vare do ta shikoni brumin derisa që të mos u ngjitet në duar. Edhe do 4 vezë. Tani në këto janë për sasinë e 1 kile miell që u thash. Në qoftë se doni të bëni më pak, do t'i ulni dhe vezët dhe miellin e të gjitha. Do ta trazojmë të gjithë këtë tani brumin, edhe duhet që ta lëmë 45 minuta me 1 orë që të vijë brumi. Siç shikoni, neve do ta mbulojmë thjesht me një pecetë dhe do ta lënë në anë të kuzhinës që të vijë. Unë kuptova që nuk kisha vaj për të skuqur petullat në mes të gatimit, edhe derisa të vijë brumi, shkua me djalin në supermarket që të blejmë vajin. E blem edhe vaj, nuk thyem në shtëpi. Kishte kaluar pothuajse 45 minuta nga petullat, edhe brumi ishte fryrë, ishte gati, nuk duhet që të rrijë më shumë. Është gati siç mund të shikoni, edhe unë tani do ta pres në copa të vogla. Rotullame. Në qoftë se ngjitet shumë në duar, mund ta bëni pak me miell, që të mundeni ta punoni një çik me pecë. Do t'i hapim petullat me pecë, themi neve këtë, tani o klam duke se i quajnë në vende të tjera, s'ka rëndësi. Do t'i hapnin peta të vogla, petulla të vogla do me thënë, nuk duen petë të mbëdha. Unë pasi i kam hapur të gjitha petullat, do t'i lëmë një anë, edhe në të njëjtën kohë vendosa vajin që të nxehet. Vaj nuk duhet jetë as shumë të mos jeti vakët, do me thënë as shumë i nxehtë se mi djeg me njëherë petullat. Edhe kam edhe ndihmë, si shikoni aty, djalin, i cili pëlqen të lozi me brumë, edhe pse jo. Tani i vendosim në vaje, dhe nga që çohen fryen këto më të lartë, unë u hedh pak vaje nga lartë me lugë, që të skuqet edhe ai mesi. Ajo do skuqet, se dhe kur e kthejmë nga ana tjetër, piqet edhe bëhet, mos e pyesni, bëhen shumë të buta, kështu duken sikur u bën këto thoni shumë të forta, nuk hahen, do t'i shikoni pastaj në fund që do t'i shtyp edhe me dorë sa të buta janë edhe sa të mira. Siç u thash, nuk tërheqin shumë vaje, pothuajse fare. Procedura është kjo, i lëm 1 minutë nga një anë, i kthejmë nga ana tjetër, siç mund të shikoni që i ktheva dhe unë, me kujdes që të mos digjeni. Edhe pas unë i vënë një letër kuzhine, që dhe atë çik vaj që mund të kenë, ta thithi letra e kuzhinës. Shikoni tani sa të buta që janë këto petulla, edhe duke e prerë kështu mund ta kuptoni akoma më mirë. Tani me se mund t'i shoqëroni, mund t'i hani kështu, pas edhe një gjë se janë aq të shishme, sa s'ka më ku të vejë. Unë i hëngra me mjaltë, se më pëlqejnë shumë, mund t'i hani dhe me djathë dhe me gjëra të kripura, pa problem fare. Djali donte me çokokrem, edhe nuk ja prishja dot kejfin, thash do t'ja bëj me çokokrem.